Strategjia e Zotit Kurti me letra dhe me takime kur s'ka qenë me zgjidh problemin. Përcaktohen kriteret, vendosen emrat dhe hapet në një tryezë përbashkë, diskutohet se kush mundet me qenë. Problemi qëndron që strategjia që është duke ndjekur sot lëvizja vetëvendosje ka të bëj me kohën dhe me presionin për diçka tjetër që na nuk po e dim çka. Për shkak se po të ishte interesi për ta zgjedhur presidentin, respektivisht për t'i bërë hapa për të konstruuar kuvendin e Republikës Kosovës, kjo do të ndodhte. Për shkak se ne jemi dakorduar që ka vullnet me konstruuar kuvend pa transakcion politik. Pra pa pozicione brenda qeverisë. Strategjia e Zotit Kurti me letra dhe me takime kur s'ka qenë me zgjidh problemin. Shene që ka ndodhur para kësaj, harro për një moment këtë. Shene që ka ndodhur me ato takimet që nuk nafton të neve. Pra kur s'ka qenë qëllimi për me uzësirë çështja e zgjedhjes së presidentit. Qëllimi ka qenë me ndodhur takime shkëmbim të semesave për konsum publik, me qëllim politik, me thonë që i dhjetë. Pra këtu ka të bëjë me një koncept që ose i lexoni botimet e librave të studiuesve të shkencave politike, një ndër konceptet kryesore në politikë opozit është ajo që quhet blame game. Kjo është një lojë kush kujt bia le fajin. Nuk ka të bëjë këtu që se me pas do të thotë me pas vullnet. Shkon pak pa ndryshe letra. Thot i shkruaj akterëve që janë politik, parlamentar, me mi propozu disa kritere se sill do të dukej profili në bazë të kriterit të një presidenti konsensual. Shkojnë kriteret. Pastaj, thot, a ka mundësi me ardhë, si krejt po thoni, me ardhë me disa emra konsensual. Jo me ardhë në zyrat, të pi kafe, për një kërkush. Edhe dy veta kur dole në vjesë i thash e i thash. Po cilat janë emnat e Kosova ka voll emna, pastaj, jo një me një, se kjo nuk është transakcion një me një. Në momentin kur marrëveshja politike mes dy partive nuk e prodhon qeverin e rrjedhimisht qeveria me prodhu presidentin, mo kjo nuk ka marrëveshje politike. Pra kjo nuk është transakcion marrëveshje dy palëshe. Kjo është marrëveshje shumë palëshe. Në momentin kur ka marrëveshje shumë palëshe, atëherë instrumenti që mbron punën e mirë dhe llogaridhonin është transparenca. Përcaktohen kriteret, vendosen emrat dhe hapet në një tryezë përbashkë, diskutohet se kush mundet me qenë. Që kjo është procedura, jo vetëm libra, po është procedurë normale e një shteti normal, i një shumice që ka fitu 53 deputet. Pra, ne kem dekodu që takimi kur s'ka qenë për me ardhë të një zgjidhje për president. Po ka qenë një instrument për konsum, respektivisht për fitim politik dhe ne nuk ja dhom se ne kem partitore.